بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد الله نفالندرojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allah subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb. Ndërsa të se në lënë të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Mlani radh të parë, përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën ne kemi agjëruar Allah subhanahu wa taala agjërimit, na këtë pranu gjunat, na këtë fal, na këtë liru pi zjarmit të xhenemit, neve prindërit ton dhe gjithë muslimanët. Tema e radhës që inshallah taala sonte do të kalojmë së bashku e kemi emëru imani, besimi rritet në Ramazan. Imani, besimi rritet në Ramazan. Do më thonë pi gjërave që Ramazani apo agjerimi në mëson ne si të arrisim imanin ton. Besimi drejt tek ehli sunneti është se imani shtohet edhe paksohet. Shtohet me punë të mira, paksohet me punë të këqija. Shtohet me punë të mira, paksohet me punë të këqija. Për atë, imani shtohet dhe paksohet si rezultati veprave. Shtohet imani duke u bind urdhnave të Zotit dhe paksohet imani kur i bëhet gjuna Allahu te bareke ve taala. Shtohet imani me namaz. Shtohet imani me vepra vullnetare, shtohet imani duke lexu Kur'anin, shtohet imani duke bë dhikr. E kështu me radhë. Për atë Allahu thotë në Kur'an, na tregon se imani shtohet. Zoten, imani shtohet edhe kur njeri qëndron besnikërisht rrugës Zotit. Edhe Zoti na rujt paksohet kur devion për rrugës drejt. Allahu thotë në Kur'an, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Thotë Allahu tebaraka wa taala, sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ndjekin rrugën e udhëzimit, ndjekin rrugën e drejtë, ai Allahu ja ushton atyne udhëzimin. Dhe u jep thot devotshmëri e vetë përmbajtje. Subhanallah, që qëja ajeti e ka një sekret. Sekreti ajetit qka ko ka? Se aj i cili e ndjek rrugën e udhëzimit, hec ashtu tashune pe flas me gjuhën e standardit ton, me kuptu të përdishmes ton. Allahu po dënë me na thonë këtë ajet: o ti robi jam, o robi Zotit, nëse ti hec drejt urdhnave të mi, hec drejt udhëzimit tem, unë kome ta shtu ty udhëzimin. A veç kaq? Jo, kome ta shtu udhëzimin, po të njëjtën kohë kome ta shtu edhe përkushtimin fe. E kjo shumë më rëndësi dashurit e mi, se arritja e përkushtimit është e kërkume, devotshmëria, takvalloku, e sidomos në Ramazan. Se qëllimi i Ramazanit çka është? La'allakum tattaqun, që të bëheni devotshëm. Ramazani, nëse një njeri Ramazani nuk e bën devotshëm një njeri në Ramazan, këti njerëz do të më thonë Zoti ta lehtësoft. E Zotit udhëzoft, se edhe nëse në Ramazan nuk po arrin mu bëj për i devotshëm, atëre problem. E qysh bëhet pak po kom qeft me e thjeshtësu këto me e kuptu, që po i përmendi do punë që na shpresojmë inshallah taala që agjerimi jon po na çon te coku.
E ki po, për shembull, që unë e dini ko ka pak merak mi u nguc. Kështu më bëni hava. Ama unë i kom të ngucmet për të mirën e juj. Jo për mirën e çmuz zoti na rujt. Jo. E ki po namazin e sabahut. Në sabah, në Ramazan, mashallah, 3 sofa, 4 sofa, e sofat tonë në xhami nuk janë sofat vogla. Unë kanë erë pinguci do shokët mi që i kanë xhami atë më të vogla, po thëmë, ja u qej 2 sofat e parë, ja u bëj pyk xhamin. E në Ramazan e 3 sofa, 4, besa dhe 5. Edhe e që një njeri për shembull që nuk del me fal sabahun, s'del me fal jashtë Ramazanit. A përshë Ramazani ja ka ngrit nivelin e devotshmërisë. Edhe vjen me fal namazin e sabahut në xhami. Pastaj jashtë Ramazanit, a e falim na Yatsin? Po. Mbas Yatsis, a i falim sunetet? Kanë Allah e mëshiron, nuk di. Unë mëj me folë veç për Ernest Gogën. Unë veç për veti folë. Ama unë po flas, tash nuk po flas si Ernest, po flas si imam që na i shohim, se t'ja ki pa hoxha kur e kryen namazin, prej sunetit çka është, mu këthy ka xhamati, apo? E shë xhamatin. Edhe na e shohim kush po rin me vazhdu me bë dhikrin, kush po çon me fal sunetin, edhe kush po del. Nuk do të thotë që çdo kush që del ai se ka një arsye, jo se ndoshta ka një arsye, e lën shpe e falë apo. Ama unë tutna, inshallah Zoti më fal, thuni amin. Inshallah Allah më fal, se kjo po ndoshta po gaboj me këta. Veç të frikon as një 80% që tyre që dalin ty besunetin shpe falin. Po tutna. E inshallah unë kam keq ya Rabbi. Se unë kam qef që tu me pas kequne. Nuk kam qef me më dal kjo mirë mu. Ama në Ramazan, e ki po, e falim Yatsin, me njerë që me falë sunetin. Mbas sunetit, mashallah i shtojmë taravih. Tash dikush i falë 2, dikush 4, dikush 8, dikush 20, kush e ka mirë, ato dihet. Dihet kush e ka mirë. Ama, këto veprime kret, çka jonë këto veprime? Këto janë veprime që devotshmëria jote, përkushtimi jote e ka ngrit pak nivelin. Tani, lexojmë Kur'an ma shumë, bojmë dhikër ma shumë, jepim sadaka ma shumë, kretë këto jona përshë Ramazani, të e lujtë që tash nuk po du në më bodë gjatë veç me ndilë zeze, ja, po dojmë pak bardh me po, valla s'ka ma bardh se që kaq. Edhe ju lumë, vallaj, billaj, i lumë e aj, po thomi, i lumë e aj që vjen e falë namazin farz, edhe mos e haroni e tash të budu me bo një vrejtje, një namaz farz, që farz, gabua. Një namaz sunet, 2 rekate sunet t'Yatsis, 2 rekate sunet t'Yatsis, me të Allah jonë me vlerë ma shumë se 20 rekate taravih. E dini këta se tini? 2 rekate sunet t'Yatsis jonë ma me vlerë se namazi taravis. Se namazi taravis a di qka është? Namaz vullnetar, sunet jo ma i fort. Kjo sunet i fort. Që ta edhe në medhebin tonë zyrtar që e kem në Republikën e Kosovës, medhebin Hanefi, i thojnë sunnetet muakkede, sunnetet e vërtetume, që pejgamberi s.a.s. i ka falë dhe kanë zit për to, ka thonë pejgamberi s.a.s. Djeni jo? Para me ndo, këtë hadith që ka përmend pejgamberi s.a.s. me na pa përkëthy pejgamberi a.s. pare, kur si këshim lodhë sunnetet. Se i ka thonë kush i falë dhe të reqate, api njehim mos me gabu 2 sabahit bojnë 2 sunnetet muakkede po i një nëmrej 2 sabahut dreke shkaj sa jonë 4 para edhe 2 mbas bojnë 6 edhe 2 sabahit 8 2 akshomit 10 edhe 2 Yatsis 12 rekate shtën sunnete muakkede. Ka sunetet tjera, po, a ka sunet para namazit i qindis? Të namazit jo, po që ndërlidhen me kohën i këndis, po. Pejgamberi sa më thot kush i fal 4 rekate para namazit i qindis, Allah e mëshiron. Edhe a ki po pleshton të mirë, si len, ama na të rrit, Allah na drejtoft. Hadithi vërtet, kush i fal 4 rekate para i qindis, Allahu e mëshiron. Ama kush i falë të 12
muekkede, të vërtetuar që jon çka? Pejgamberi sa thot e ka një shtëpi në xhennet. Me na pa përkthym parë këto, kurse kishim lon, që ka i shtëpi, po ka pak parë me na pa dal na si kishim lon. Ama çto vërtetot dashuria dhe sinqeriteti dhe dashuria hakikat për balë sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wallahi unë po du më jap një provoj të hoxhës tem që e përmend ke në Medinë kur na mësoi ke hoxha Enis Tahir, Allahu e rujt, pe profesorave të universitetit tonë dhe pe hoxhallarëve të xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas 4 derse javore, ka pas shkojshim me ndëgju ders hoxhën. Thoj ke sa herë vjen shejtani don me të hulat. Don me të hulat për balë sunneteve, kujtoje se Habibi jon na ka ndërlidh praktikimin e sunnetin me dashurinë ndaj tij dhe kemen hereban. Kur të kujtohet se shejtani, a se s'pe fali sot sunnetin, kur të kujtohet që Rasulit ka urdhëruar me e fal. E falja e sunnetit aludon dashuri dhe ndjekjet pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk e lën sunnetin. Edhe duhet me rujt pasha Allahun po. Pse pe e thom këto edhe pe stërzgjati këtu, sepse shumë e dhimbshme është dikush me arë në xhami orën 1, me arë në orën 1, edhe me ndaj deri në farzë mos me falë sunetin. Vjen keq, ju kërkoj falje, si kuptoj këta njerëz. Nuk me kuptu një njeri që se falë sunetin, nuk e ka tash arsye, unë s'po flasën, njerëz kanë arsye, ki arsye të Zotit, s'ki nevojë ti mu arsye të mu. Ama po flas një njeri që është ndoshë e mirë, nuk ka asnjë problem, veç dembelloki i tij nuk po dan. Atëre Ramazani, dashurit e mi, na e shton imanin. Ramazani është shkak sebeb për me na urit neve, me na urit imani. Veprat që bëhen në Ramazan, ato na afrojnë te Allahu. Na bojnë që me e kap, me pas një lidhje të fortë mes neve dhe Allahu subhanahu wa taala. Pastaj veprat që bëhen në Ramazan, e jashtë Ramazanit, veprat e mira të largojnë pi xhenemit. Çka shumë më rëndësi. Wallahi billahi, veprat e mira të sinqerta që bëhen për Zotin, pasha Allahun ato të largojnë pi zjarmit të xhenemit. E largojnë robin pi zjarmin e xhenemit. Tash du mi përmend disa vepra që ato na e shtojnë imanin në Ramazan. Edhe jashtë Ramazanit. Po na tash është tema për muajin e Ramazanit. Agjerusit kur e bojnë një punë të madhe që është kjo punë e madhe. Çka është ajo? Namazit, dashurit e mi. Namazi. Edhe kur e bojnë namazin, se namazin namazlit e bojnë krejt, ama kvaliteti i namazit dallon. Këto s'pe thot hoxha. Jo, e ka thonë Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë dy njerëz janë afër njëri tjetrit, ama dallimi mes tyre, do të namazit është sikur dallimi mes tokës dhe qiellit. La ilaha illallah. Se njëri është shumë i përkushtuar namaz me frikë respekt e fal namazin, tjetri ka do, fa unë e hoqë si t'hi namaz janë nisin me marrë hesapet e biznisit, se ki mirë punët. Masha Zotin jo. Se këtë kalzon se ti biznisit ta ka marrë zemrën, s'ta ka marrë namazi. A se lefi e muslimant e mirë të pashëm ata carat tonë, ata VIP të vërtet që kemë thonë jonë sahabet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një pejtën e një luftave, ndëgjaje, pasha Allah ndëgjaje. Po flasin për një kohë para 1446 viteve, kur nuk kanë ekzistu mjekësia, po thuj se inexistente ka qenë mjekësi popullore, jo këtë mjekësin që njënë nuk ka pos asin e farë opiniuma e kutadiune me pije, kur do me bo operacion, jo. Ka ndosh me akput komen, pi plagës. Ka thonë qa me i bo këti, ka thonë pritni. Vesh të marrë avdes, edhe të lidhë në namaz. Kur e lidhë, kur të thëmë Allahu Akbar, kur të thëmë Allahu Akbar, atër nëse akputën e kohën, bërë në qëka doni. La ilaha illallah. Pasha Allahun, vallahi billahi, që kjo mu për veti, ma bën tilt, për thëmë këtë gjuhën e kullerave. Se kjo nivelli lartë i koncentrimit, me dalë për dunjas.
Na shpesh e përdorim kur dojmë më munguc ndërmes veti na praktikues thojmë him në xhami është një pishokëve ton të fal sa dal ky pi dynjas, e thojmë na e dim që duhet me dal pi dynjas, po na e na këto se tu fol imami këto, ho imami, po do me kritiku veten mas por dal të poshte. Këto do na jeni fëmijë atje, këti i pengon këto. I pengon hoxhës, po i pengon edhe a ka drejt se jon kanë erdhur do fëmijë tash. Ma bane Allah, do kanë erdhur kanë bëu xhami si çerdhë më kon. Nëse ki fëmijë që s'është i qerën gjaj, pas ta pru i burë se na sjena si ati të jakput komen. Një hip ljëdbe, a tjeti e prejka to atje, a ma njara, veç kur të tërë me thunë, hajde lillahi l-fatiha, se shkojnë për akiret. Halo e ka pru e fëmina si daba, e ka pru në gjami me lujtë, sa shmija në gjamija i daba. E kon përmend, unë edhe po du me përmend, një hoxhi madh, në Arabinë Saudite që e ka emnin Shek Khatlani, Allahu e rujt, e kom dëgju në Twitter i ka ligjerata që i transmetojnë ligjerata të ti, një ditë për i ditëve, folke për qëtë problematik. Dhe ke nëse një njeri pa tjetër e ka fëmin me marrë me vetë, s'ka kush me e rujt, po e di që fëmija i ti bën zhurmë. Dhe ke dhe të falet në shpit dhe të falet, se se vapin e gjematit e ka, më shkon mi bot të shwish njerëz në gjami. A i tha, ja be hoqën e po du me mësu djallin ma në gjami, ama djallin mësot kër i ka bohë 6 vjet, 7 vjet. Për 7 vjet e du të me anisë, 8 vjetve mi marë fëmit 4 vjet e 3 vjet në gjami, së përru në gjami në do shërjem. Wallahi billahi, po mjerë shumë këtë që për i thamë opton. Fëmija 3 vjet e 2 vjet s'ka vend gjami. Nuk ka vend gjami. Ku i pelqen, ku i si pelqen, dhe të vjen të unë i kam do farhapat qëtësus, ja jep hapin qëtësus edhe qëtësoj me herë. Nuk ka vend gjami 2 vjet opton. Këtu së shqerdhe. Wallahi së shqirë dhe gjamia. Se po të halakon bëhet. Po mos të fali ma shumë se tani muj me të pru. Do të veprat e mira, e pi veprave të mira është namazi. Namazi me frig respekt me fal. Që shtash ati ka thonë dha, nisja një ka thonë, nisja këpët ma ka thonë komen, këpët ma komen. Vesh kur të lidhë në namaz. Aj tjetër në konë të falë, orëzu gjamia. Gjamia orëzu. Gjamia orëzu. Kara dhe tëtë, kara kulmi gjamis, aj namaz, ata jash ka dalë me ka thonë se filoni o mbrenda të u falë, tim kërën hje kanë gjithë atë të u falë, ka thonë, qka u bu? Po ta se vrejta, pa pëshe, koncentrim. Ama, kërë ndjenë namazin dashur, namazin ndjehet, vallaj bilaj ndjehet. Pastaj, pej veprave që ta shton imanin Ramazan e jashtë Ramazanit, është leximi i Kur'anit. Pasha Allahun, na ka begatu Allahu me këtë Kur'an. Wallahi billahi, na ka ndëru Allahu kur na ka zbrit Kur'anin, e na ka bo ummeti Kur'anit. Pasha Allahun, o ti djali i ri, o djali i ri, edhe ti o vajzë e re. Lidhe zemrën tonë dhe me Kur'anin. Lexoj Kur'anin. Nëse don jeta jote me të pas bereqet, nëse don jeta me të pas bereqet, me të pas jeta bereqet, e mendja jote me qenë mendje këfilt, lexoj dhe mësoj Kur'anin. Pasha Allahun, ju betonan Allah subhanahu wa ta'ala, se cilin familjen e vetë me këqyr e gjenë të gjyshtit edhe gjyshtet tona që në konë të lidhëm me Kur'an, që ditë është shfar mendje të këfilt. Pasha Allah në konë pasë raste me pa persona që kanë mbrit të 90-at. Njeri u kërë ti mbrit 90 vjetë, janë nisin ka pak ato sponat edhe ato spojlerat me alëshu. Senzorat kallen. Pasha Zotën po. Ama unë konë pa 90 veqarë që e ka pas mendjen vëllaj ma të këfilt, se një djali ri. Edhe unë mendoj, wallahu ta'ala alem, se shkak i kësaj ka qenë Kur'ani. Ka qenë Kur'ani. Meri këshyri njerës të cilët jetojnë me Kur'an. Meri këshyri ulemat, djetarët. Se nuk përdu me përkufizu veç me djetarë dhe me ulemat. Jo. Meri këshyri gjithë ata që këtë jetën e vete kanë lecu shto. E kanë kontaktin me Kur'anin, jo në Ramazan. Jo, Ramazan, jo. Kontaktin me Kur'anin e kanë çdo ditë.
Pasha Allah nuk mundesh me gjetë njerëz më të fillt. S'mundesh hiç. Se kjo është o fjala e Allahut. Është fjala e Allahut që e pastron mendjen, e pastron zemrën. E lumi ai që e lexon çish ka thot Allahu te bareke ve taala kur fol për Kur'anin në Kur'an, thot Allahu te bareke ve taala kitabun anzalnahu ilejk, ta kem zbritot o Muhammed ty një libër. Është fjala për Kur'anin. Mubarakun, libër i bekum. Ha, do njëta bereqeta, përshë se dikur Allah që po filozofale, po i qëndis fjallë, jo bese, o dashit e mi, fjallë tona mundohem me i ndërtu në bazat Kuranit dhe Sunnetit, jo që na e na të meqem, jo, që kjo, na veç mundohem me lujt posterin. Wallahi billahi, Allah ka thonë, kitabun anzalnahu ilejk, mubarakun. Kitabun anzalnahu ilejke, mubarakun. A thash më herë se Kur'ani ka me ta bëj jetën të bereqeshme. Allahu po thot, jo hoxha, mos i ka thonë hoxha, Allahu ka thonë. I ka thonë Muhammedit a.s. ta kem zbrit një libër të bekum. A ka mundësi dikush me lexu këto e mos mu beku piti? Si ka mundësi? Lexoj dashur jam. Pastaj thot Allahu liyadabbaru ayati, leti meditojnë thot faktet e Zotit tëre. Ku kjo me më ndal, pasha Allahun ças shumë ka me e fol, me lëshu që ta shtrunin lërë për ball informatave që i kem për ball kësaj, vallahi billahi me ligjerata ka që ka mu fol. A di so faktet Allahu na ka dërgu neve që me mu këthy, për çka e ndërgu ato fakte? Për me të këthy të Zoti. A ka fakt më të madh mëre? Që unë pe përmendi një detaj që jena të e përjetu. A ishim një para 2 ditëve, krejtën na, plët pej neve i hekem jak në të trasha, i hekem. Ha? I morëm jak të të mathulla se u bu 20 temperatura. Ama sot qka? Ftoft? Kush pe bën këtë ndryshim? Jo atmosfera, jo tiposfera, jo fitosfera, jo liposfera. O filozofa sa durti, o filozof. Pasha madnin e Zotit, ju debbiru kulle shej, regulus, sistemus, mbikëqyrës, organizatori çdo gjëja është Rabbul Alemini, është auton. As është fakt kjo, po kjo fakt për kush ka mend, kush s'ka mend badi hava. Allahu pejonve, ja u kalon majën e Hasanit, që të dalim, e këna po majën e Hasanit, të na e majë, kush e boni ato? Ka raja, pi qelit të ra. E ka pru lekje, ka pru. E i bak të filozofë, ata ka kalon Big Beni, ata u kësha Big Beni në ty. Sa që të ka shku Venera, që të Saturnit, që të djeli, që të hala, mashallah, a keti aty, ha? Ke kërë është përdo, ka ndodhë Big Beni, edhe është përdo, këta, Big Beni, mëre. Far Big Beni, far Bakraçi. Kjo ka ndodhë me fjallën kun fejakun, bëhu dhe u bo. Allahu khaliku kulle shej, Allahu është kriju si çdo gjëje. O mudabbiru kulle shej, është mbikëqyrës, o sistemus i çdo gjëje. Këto kur i mendon robi dashurit e mi, i shtohet imani. Pastaj pi gjërave që na shton imanin dashurit e mi, është edhe mësimi i fesë. Mësimi i fesë, kërkimi i dijes së dobishme dhe kuptimi i fetaris, me pas fetari, me pas kuptim fet, të fakko me pas në din. Me tjep Allah kuptim, me marrë vesh që ka lyp Zoti pejteje. Me marrë vesh pëse Allahu e ka zbrit këtë liber. Me marrë vesh që ka thunë Zotin këtë liber. Me marrë vesh që ka thunë Rësulin hadithet e ti. Pasha Allah që kjo sharifi me iman në dynja. E na nuk dim shumë me u bo vendin këtyne njerëzve që e marin vesh që ka thunë Zoti, që ka thunë pejgamberi s.a.s. Kur të na vinë kësi njerëz mesin tonë, na pak dim me i respektu këta njerëz. Nuk e ka muhabetin me ju këtu se inshallah ju seni pitëne. Ama kur vjen do vinë do pon lana, do zhugona, dalin Allah dha filoni me shku me po i zdinë mërë me të hërët mërë zdinë me morë.
Aj se merr vesh fjalën e Zotit. Pasha Allahun kush se merr vesh fjalën e Zotit, edhe nuk bën përpjekje me marr vesh fjalën e Zotit, s'di pse ton. Wallahi rund. Zoti ç'nosht. Se që shtu e kena ullë pazarin. Ata kërë konë dynja janë barë, po du me përfunduar, po du me mbyllë, se pak unë jam allergjik të njerës të dijes, se hinë atë fjallën e mundona, me hinë fjallën e Omer ibn Abdul Azizi, që ka thonë, Omer ibn Abdul Azizi, rahimahullah, ka thonë, nëse ki mundësi mu bo për njerësve të dijes, mu bo djetar, bo në djetar. Na djetar s'jam. Allah na boft, ja Rabbi. Ama djetar s'jam. Ka thonë nëse s'mundesh më bëhet djetar, bëhën zanë si dijes, talibul ilm. As tullabul ilm na s'jam. Na jena tulejbul ilm. Zanë sa dvegjel dijes, dvegjel. Bilem ka jenë barë me i thonë vetit fa. Me po me krasu vetën, se me po me krasu vetën, me jep epitetin talibul ilm, edhe aty në selefi që shkon konë, me po me njallë Allahu këta, ulemat të mdhajt, unë për veti po thonë, për rënesi po flasë, jo për ju tjetë, veç për veti, vallaj pillajt e tjera gjamisë këshin lonë mund që aty, jo më ardhë aty mi ullë për para me ndiku dërës, sa të kanë pas këtjera shumë del të kanë pas. Ka thonë me rëmënazi, bëhu djetar, së mundesh më bëhu djetar, bëhu në zanë si dijes, së mundesh më bëhu në zanë si dijes, tash që ta ka thonë, atër ka thonë, duj djetartë. Dujt në zanës të dijes. S'pojdon tjetra, ndihmoj djetartë, ndihmoj në zanës të dijes. Edhe kjo e fundit, mo që kjo e kërë, atërë mos i orej ata. Mos më ish mu bo djetarë, mos më ish mu bo në zanës të dijes, mos më ish me i dasht, mos më ish me i ndimu, bilem bre mos i orej, bilem bre mos fal, e që do mos jetë jem të ri, që pelëshan i lapën fort, del TikTok aty, po ka kujton që hinë gjennet. Do dhe si t'ja lëshon kamere për para, kujton që i hinin gjennet. Jo pe kjo kamere, lasero kjo, matin qajna është aputon, plastiko kjo. Nuk qënë gjennet kjo, kjo mund të me qënë gjenem. E lëshon aty lojvin, silm lojvin edhe janis. Këtë djetar zban, këtë zban, ani, fal. Ta li tha, o hoq, s'peshoj më në gjami. Po se në gjami, se she. O hoq, e kishtë i komen, po i kryt më rëdut me thy. O hoq, ishë rëtullu, po të qytë më rëtullu, pa ko më rëtullu. Po falë për djetarin, prekenderin e njerëzve të devotshëm. Çfarë shpendurie i kallëzojsh ashtu disa vllaznive, na prom e hupem një deti dijes. Një oqean dijes. Ebi Ishaq al-Huwainin, rahimahullah, ishin dojtë do Ruwejbida, do që si mendje e leta, është hum, është katrutha. Ebi Ishaq al-Huwaini, he katelekum Allah, Zot ju vraftë. Unë i thash vallaj billahi, ju thash në komenda, Zoti tash ju vraft. Edhe në ditën e dekës e qëtet ju me akuzu njerina? Si Ruwejbida, që ka paralajmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një njeri që 40 vjet i ka harxhu. Shekull Albanin, ktheuni, tash dikush as Shek Albani s'ja mbush synin. Ktheu, po dalin shiritat, ja kanë nisë me dal disa kasete arabisht kapak. Kështu që Zoti mbas një 30 vjet po dalin. Të vetëm prakt vdekjes Shek Albanin kanë ku i mi u këthyn hadith një pi emrave përmend e Ishaq al-Huwainin. Wallahu na amantu bi imametu Shekul Albani, e kom besu imam Allahin në Shekul Albanit. Kush të beson, thejt qafën e ti. Se unë e kom njetë bidhni Allahi Ta'ala, a pajtona, s'pajtona, mu i mos mu pajtun, do i mësile, ata ju në konë njerës të mëdhaj imam Shafia. Kush e konë imam Shafi'i, e ka pos një shok të vetin, a një ditë janë hongër, që më pajtu. Ka shumë tash me ume, ka shumë raste. A me ku ba me të respekti, Allah jam. Ku me të respekti. Allah i dashëm, mos e dafsh dikon, nuk kërkës të shtime zash me dasht. Po mos shaj, mos akuza. Njeri që e ka hargju 40 vite, i ka hargju të bot difa, të embrojt sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dikush del, që si që pasha Zotën, petardes kanë gjujtë në rrugën Allahut. Jo diçka ma shumë, petarde me marrë me gjujtë në rrugën Allahut, se kanë buket punë. Po Allahu na përmisov gjendjen tonë, na falë gjunohet tona, na boft për robë ti të mirë e të sinqert, e na boft për atyre që e rujmë nderin e djetarëve. E rujmë nderin e djetarëve. Allahu na forcoft në rrugën e drejtë, na pastrof për gjunave, na lirof për zjarë me gjehnemit neve, dhe prindet ton tash lisi qohet ka daldale, qohë lisë të rezonin. Hajde lisë bismillah, të rezonin, dhe të pushan Muhamedi son të pak, të rezonin edhe të buhem gati me faljacin. منك ألقاك البدور ضيف